Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndiqni. Podhën Molotov në protestën e opozitës, 18 persona të arrestuar nga policia, procedohet deputeti Klevis Balliu. Gazi lotësjellës në xhami gjatë protestës, komuniteti musliman i Shqipërisë dënon aktin dhe kërkon që aktorët e përfshirë të tregojnë maturik. Agjencia Reuters, France 24 dhe Al Jazeera raportojnë nga vendngjarja për zhvillimet në protestën e opozitës. Lirohet ish deputeti socialist Jurgis Qyrbja përfundon dënimin me 2 vite burg. Vrasja e Egli Pashollarit në Tiranë dyshohet se ndodhi pas ngacmimit të gruas së autorit. Polonia mund vendos mina në kufirin me Rusin pas daljes nga konventa e Otavës. Trump shqyrton sulm të kufizuar, Teherani paralajmëron pasoja për marrëveshjen. Do të njohim tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Pas rrëshqitjeve të vazhdueshme të dherave në aksin Librazht-Pogradec, autoriteti rrugor shqiptar njoftoi bllokimin e qarkullimit. Ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me kolegun Fatmir Popja. Fatmir, përshëndetje. Çfarë ka ndodhur dhe si do qarkullojnë mjetet? Përshëndetje. Prej disa minutash autoriteti rrugor shqiptar ka urdhëruar bllokimin e qarkullimit të automjeteve në aksin rrugor Librazht-Prenjas për shkak të procesit të rrëshqitjes së vazhdueshme të segmentit rrugor në vendin e quajtur Parat e Dragosujës. Aktualisht janë duke kaluar disa automjete për shkak të një emergjence shëndetësore, ndërkohë që situata vazhdon të jetë mjaft e përkeqësuar. Vetë kreu i autoritetit rrugor shqiptar, Rami Kozeli, pak minuta më parë në një deklaratë për mediat, konfirmoi se ka urdhëruar bllokimin e qarkullimit, pasi situata vazhdon të përkeqësohet në këtë segment rrugor që lidh Librazhdin me Prenjasin. Ai ka sqaruar se situata është mjaft e rënduar dhe vetëm pezullimi i qarkullimit të automjeteve në një afat të pacaktuar në këtë segment rrugor do t'i japë rrugë ndërtimit të një bypassi për të mundësuar rikthimin e qarkullimit në këtë aks të rëndësishëm të rrugës kombëtare që lidh kryeqytetin me rajonin e Shqipërisë juglindore. Ndërkohë, prej mëngjesit të sotëm është pezulluar qarkullimi i automjeteve të tonazhit të rëndë dhe të autobusëve me kapacitet të 40 vëndësh dhe radhët janë kilometrike në afërsi të hyrjes së qytetit Librazhdit dhe në zonën e Hotolishtit. Aktualisht shërbimet dhe patrullat e policisë rrugore janë duke punuar për disiplinimin e qarkullimit dhe për kalimin e automjeteve të mbetura në afërsi të segmentit të dëmtuar. Kreu i autoritetit rrugor shqiptar nuk ka dhënë një përgjigje të saktë për sa i takon kohës se kur do të rikthehet qarkullimi normal i automjeteve në këtë aks mjaft të rëndësishëm të rrugëve kombëtare që lidhin Shqipërinë e mesme me Shqipërinë juglindore. Ndërkohë situata sa vjen rëndohet pasi fluksi i automjeteve që qarkullojnë nga kryeqyteti i Shqipërisë Tirana në drejtim të juglindjes është jashtëzakonisht i madh dhe pavarësisht thirrjeve të bëra nga policia rrugore dhe njoftimet e bëra nga ana e tyre për të mos udhëtuar në këtë segment rrugor, nuk është dëgjuar nga ana e përdoruesve të rrugës, duke krijuar një kaos të madh në pjesën më të madhe të rrugës kombëtare që lidh Tiranën me juglindje. Pra, siç e shikoni, këto janë automjetet e fundit të cilat po lejohen për të kaluar në vendin e quajtur Arrat e Dragosujës në segmentin rrugor që lidh Librazhdin me Prenjasin. Ndërkohë, pas pak minutash do të jetë i bllokuar plotësisht qarkullimi për të gjitha llojet e automjeteve dhe aktualisht është duke menduar për të gjetur një rrugë alternative në rastet e emergjencave mjekësore. Pra, kjo është situata aktuale për sa i takon qarkullimit të automjeteve në segmentin që lidh Librazhdin me Prenjasin dhe Prenjasin me Pogradecin dhe me Korçën dhe Anasjeltas. Pra, duke filluar nga ora 13 e ditës sotme, pra, është urdhëruar pezullimi i qarkullimit të gjitha llojeve të automjeteve në këtë aks rrugor. Theksojmë edhe një herë tjetër që këto janë automjetet e fundit të cilat e përshkojnë gjatë ditës sotme, pra gjatë kësaj fundjavë të segment rrugor, i cili do të jetë i bllokuar për një afat pacaktuar. Ndërkohë, policia rrugore ka sqaruar se për të gjithë ato të cilët do të udhtojnë në drejtim të kryeqytetit nga Korça, duhet të përdorin për qarkullim segmentin rrugor që lidh Maliqin me Moglicën, Gramshin dhe Elbasanin dhe Anasjeltas për automjetet
të cilat udhtojnë nga Tirana për në drejtim Korçës, pra duhet të zgjedhin të segment rrugor i cili për momentin është i pamundur që të përshtohet nga automjetet e tonazhit rëndë dhe nga autobusët mbi 40 vende. Fatmir, a është i sigurt ky aks, sepse ne kemi pasur raportime më herët që ka patur edhe aty rrëshqitje dherash në këtë segment dhe plus është një segment malor i vështirë, sidomos në Moglic edhe zonën pranë Gramshit. Edhe ky segment rrugor për përdoruesit e automjeteve mbetet një segment i rrëshqitshëm dhe mjaft i rrezikshëm për përdoruesit e automjeteve, duke qenë se në disa pjesë të tij ka patur dëmtime nga shirat e kohëve të fundit, por edhe fundosje të disa pjesëve të segmenteve rrugor, çka e bën një segment mjaft i rrezikshëm dhe duhet kenë shumë kujdes përdoruesit e automjeteve, kryesisht tip autovetur, për cilat do të lejohet qarkullimi. Pasi për automjetet e tonazhit rënd dhe autobusët mbetet një mision i pamundur qarkullimin edhe në këtë rrugë alternative pas bllokimit të rrugës Librazh-Trenjas. Fatmir, kam edhe dy pyetje tjera. Tani çfarë ndodh me ato mjete që kanë mbritur deri aty? Kanë ardhur, kanë bërë rrugën, kanë kaluar Librazhin, kanë ardhur deri në Dragostunj, tani duhet kthehen prapë mbrapsht sepse sot ka fluks jashtëzakonshëm, sidomos drejt Juglindjes. Aktualisht rrada automjeteve tonazhit rënd, kryesisht kamion transporti dhe autobus është jashtëzakonisht e gjatë dhe kanë konfirmuar edhe policia rrugore e drejtorisë vendore të qarkut Elbasan. Nga Librazhi në drejtim të kthesave të Murrashit dhe Klavinotit autokolona automjeteve të parkura në drejtim të Librazhit ka kaluar rreth 3 kilometra, ndërkohë që nga Hotolishti në drejtim të Prenjasit rrada e automjeteve tonazhit rënd është shumë e gjatë se sa kaq. Tani në kryqëzimin e Cerrikut ka orientim për banorët? Rikthimi i tyre për në vendin e origjinës për ku janë nisur është mjaft i vështirë pasi nuk ka rreth rrotullime që të bëjnë të mundur kthimin e këtyre automjeteve dhe po mendohet për të gjetur edhe një mundësi të tillë që këto automjete të bëjnë kthimin pas, por duhet një kohë shumë e gjatë. E para duhet energji dhe forcat shumta të policisë për të disiplinuar trafikun dhe rradhat e gjata kilometrike të krijuara në dy anët e rrugës bllokuar dhe më pas gjatë natës së ditën e nesërme do të mendohet edhe për zhbllokimin e kësaj situate kaq të rënduar krijuara me parkimin e automjeteve të tonazhit të rënd, kryesisht kamion dhe autobus. Tani, Popja, ka orientim për qytetarët në kryqëzimin e Cerrikut për të marrë rrugën drejt Moglicës e më pas drejt Korçës, sepse nëse vinë deri aty janë paktën 30 minuta nga kryqëzimi i Cerrikut deri në Dragostunj. Situata më problematike paraqitet se është e pamundur që të gjendet një mundësi për momentin për shkak të rradhave kilometrike që automjetet e tonazhit të rënd të lëvizin dhe të bëjnë kthimin për në vendet e origjinës. Pasi rruga është mbushtuar së tepërmi, pasi ka edhe qarkullim të automjeteve autovetura në porsin tjetër të rrugës e cila është e lirë. Edhe për mjetet personale nuk ka orientim? Absolutisht po, duke qenë se ka influks jashtëzakonisht të madh të automjeteve, e theksojnë pavarësisht thirrjeve të policisë rrugore për të mos qarkulluar në këtë segment rrugor, ka patur një fluks shumë të madh që në orët e para të ditës sotme dhe është krijuar një kaos i jashtëzakonshëm që kërkon shumë kohë dhe shumë punë për të disiplinuar qarkullimin dhe për të rikthyer normalitetin. Ndërkohë aty vijon qarkullimi automjeteve apo janë mjetet që kanë mbetur dhe me sa shoh është vetëm në një sens lëvizje qarkullimi. Situatës emergjente të krijuar dhe u lejua qarkullimi edhe për 30 minuta për shkak të një situate emergjente dhe duhet të zhbllokohej ky aks rrugor që të mos mbeteshin automjetet për disa ditë të bllokuara në këtë segment rrugor. Vetëm në një sens vijon qarkullimi, pra për mjetet që vinë nga Korça në drejtim të Librazhit nuk lejohet. Jo, nga Elbasani në drejtim të Korçës është për momenti pasi është bllokuar qarkullimi në segmentin tjetër dhe gjitha automjetet do të kthehen mbrapsht. Është qartë. Mirë, Fatmir, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne deri në këtë moment, e padyshim që do të kemi komunikime të tjera në vijim, duke qenë se është një situatë dinamike dhe ndoshta emergjence janë me qindra, ndoshta dhe qindra mijëra banor të cilët preken nga kjo rrugë dhe që e kanë rrugën kryesore të aksesit drejt kryeqytetit. Faleminderit për ju. Vjojmë me tjera informacione një ditë pas protestës së 4 kombëtare të Partisë Demokratike, Sali Berisha deklaron se ndaj protestuesve është ushtruar dhunë jo proporcionale. Sipas kreut PD-s, policia ka hedhur sasi të madhe gazi lotësjellës, përfshi edhe në selinë e demokratëve. Berisha nga ana tjetër ka paralajmëruar Ramën se nëse vjon sulmi ndaj godinës së PD-s, ai do të bëjë të njëjtën gjë me selinë e PS-s në të gjithë Shqipërinë. Dje ishte ditë triumfi
për kryemëngrisësit paqësor të pamposhtur, të cilët u përballen dhëm për dhëm, 3 orë me narkoshtetin në një betejë epike kundër qeverisë së paligjshme të Tiranës, kundër Edi Ramës, Lubi Ballukut, farsës tyre elektorale, vjedhjeve tyre të papërmbajtura. U përpoqen të friksojnë të mitrit dhe të pohojnë se kanë marrë lek për dalë në protest në një kohë kur ata absolutisht po ktheheshin nga shkolla pasi kishte ngrënë së bashku diçka dhe sot janë në komisariat. Dënoj me forcën më të madhe dhunën dhe terrorin policor. Dënoj gjuajtjen me seleksion të qytetarëve me bombula gazi, pas koke njërit prej tyre, në gjoks nën kryetarit Partisë Demokratike dhe deputetit Partisë Demokratike Luciano Boçi dhe të tjerëve me mjete me gaz, me pluma gome. Garantoj Edi Ramën se për të gjitha këto do të jetë përgjegjës. Por në përshkallëzim në tyre të djeshëm në një akt urrëtie të pa përmbajtur, janë hedhur në oborrin e selisë Partisë Demokratike sasi të mëdha gazi lotësjellës dhe bomba tymuese. Ky përbën një agresion të hapur ndaj selisë Partisë Demokratike dhe pluralizmit. Me këtë rast, ju kërkoj të gjitha degëve të bëjnë rikondicione e plot të selive të Partisë Socialiste në çdo rreth. Dhe garantoj Edi Ramën se sulmet ndaj selisë Partisë Demokratike do sjellin sulme asgjësuese për selitë e Partisë Krimit në të gjithë territorin e vendit. Ndaj dhe hiq dorë nga aventura dhe provokimi i ulët, ne betejën e kemi me Edi Ramën si kryeministër i krimit, si kryetar i organizacës kriminale. Por nëse ju sulmoni selinë e Partisë Demokratike, Partia Demokratike do t'u përgjigjet ju ashtu siç e meritoni. Hiq dorë nga sulmi selisë për të mbrojtur krimet tua, vjedhjet tuaja. Partia Demokratike është një kryengritje paqësore. Asnjë antar i forcave të rendit nuk është gërvisht gjatë të gjithë protestave tona. Pas protestës kombëtare të organizuar nga Partia Demokratike, policia arrestoi 18 persona, 3 prej cilëve të mitur, si persona që hodhën molotov, lëndë piroteknike, sende të forta dhe kundërshtuan forcat e rendit. Në gjendje të lirë u proceduan 27 protestues bashkë me deputetin demokrat Klevis Balliu. Gjatë tubimit u përdor gaz lotësjellës dhe autobote me ujë për të shpërndar protestuesit. Policia e Tiranës ka arrestuar 18 persona pjesëmarrës në protestën e të premtes, 3 prej të cilëve të mitur, të cilët akuzohen se hodhën lëndë piroteknike, molotov dhe sende të forta, si dhe kundërshtuan efektivët gjatë tubimit të zhvilluar të premte nga Partia Demokratike. Numri i personave të shoqëruar arriti deri në 46, ndërsa për 27 prej tyre nisi procedim në gjendje të lirë. Mësohet se numri i qytetarëve të shoqëruar fillimisht në komisariate ishte edhe më i lartë, por disa prej tyre u liruan pas verifikimit të moshës së mitur. Procedim në gjendje të lirë, policia nisi hetimet dhe referoi materialet në prokurori edhe për deputetin Klevis Balliu, në akuzën e organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Grupi hetimor vijon punën për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë kryer veprime të kundërligjshme gjatë tubimit të opozitës të zhvilluar të premten para kryeministrisë dhe parlamentit. Gjatë protestës mbetën të lënduar 3 persona, deputeti demokrat Luciano Boçi dhe një qytetar u dërguan në QSUT me djegje të lehta, ndërsa një tjetër qytetar u dërgua te trauma me lëndime në kokë. Për gati 3 orë, protestuesit zhvilluan protestën e 4 kombëtare, ku përveç molotovëve të hedhur nga protestuesit, policia e shtetit u kundërpërgjigj me gaz dhe autobot me ujë.
Komuniteti musliman shqiptar ka reaguar pas hedhjes së gazit lotësielës nga policia në oborrin e xhamisë Namazjas gjatë protestës së mbajtur dje. Në një postim në rrjetet sociale, komuniteti musliman ka shprehur shqetësim pasi besimtarët po falnin namazin dhe një pjesë e tyre janë lënduar. Shprehim indinjatën tonë të thellë për lëndimin e pajustifikuar të besimtarëve, të cilët ndodheshin në ambientet e xhamisë për të kryer ritet e tyre fetare në paqe dhe qetësi. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka qenë gjithmonë një faktor i matur dhe i përmbajtur në qëndrimet dhe reagimet e tij publike. Megjithatë, kjo maturi nuk duhet të keq interpretohet si tolerimi i shkeljes së të drejtave dhe lirive kushtetuese të besimtarëve tanë. Dënojmë me vendosmëri incidentin e ndodhur më 20 shkurt 2026 pranë xhamisë së Namazjas, ku besimtarët pafajshëm u lënduan pas një shkak, thuhet në reagimin e komunitetit musliman shqiptar. KMSH ka bërë thirrje aktorëve të përfshirë të tregojnë maturi, me qëllim që veprimet e tyre të mos cënojnë liritë dhe të drejtat e besimtarëve dhe qytetarëve. Agjencia e lajmeve Reuters i kushtoi një artikull të zgjeruar protestës së opozitës në Tiranë. Sipas Reuters, policia shqiptare përdori gaz lotësielës dhe ujë në përplasje me protestues të opozitës, të cilët kërkonin ndorheqjen e qeverisë pas akuzave për korrupsion ndaj zëvendës kryeministres. Demonstruesit hodhën bomba benzine dhe fishek zjarre drejt zyrës së kryeministrit Rama. Reuters thotë se tensionet politike janë rritur që nga dhjetori, pasi një njësi e posaçme prokurorisë ngriti akt akuzë ndaj zëvendës kryeministres Balluku për ndërhyrje të dyshuar në tendera publik për projekte infrastrukturore të mëdha dhe favorizim të disa kompanive, akuza që Balluku i mohon. Mira mbështetës të Partisë Demokratike brohoritën Rama Ik dhe Ramanburg, duke mbajtur flamuj shqiptar dhe të partisë. Ditët e Edi Ramës janë të numëruara, tha kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Pasqyrim të protestës pati edhe nga France 24 dhe Al Jazeera. Ish deputeti Jurgis Qyrbia ka lënë qelit e paraburgimit në Durrës pasi gjykata e apelit të posaçëm vendosi shuarjen e masës së sigurisë, duke konstatuar se ai ka shlyer dënimin prej 2 vitesh burg, të përfituar nga gjykimi i shkurtuar për akuzat e korrupsionit në zgjedhje, nxjerrjes së sekretit shtetëror dhe përkrajjes së autorit të krimit. Ish deputeti socialist Jurgis Qyrbia përfundoi dënimin me 2 vjet burgim dhe la qelit e paraburgimit të Durrësit. Me bazën e kërkesës së tij, gjykata e apelit të posaçëm vendosi të shuaj masën e sigurisë për Qyrbian dhe të urdhëronte lirimin, pasi rezulton se e ka shlyer dënimin e dhënë nga gjykata e posaçme. Ish deputeti u cilësua fajtor dhe u dënua me 3 vjet burgim për akuzat e korrupsionit në zgjedhje, nxjerrje të sekretit shtetëror dhe përkrajje të autorit të krimit. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi ju reduktua në 2 vite burgim, të cilat rezultuan se i ka shlyer. Bashkë me Qyrbia, në të njëjtin proces u gjykua dhe u dënua me 3 vite burgim Altin Hajri, një personazh i krimit të organizuar dhe në kërkim për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, dhe Ahmet Masha me 2 vite e 6 muaj burg. Ky fundit e ka përfunduar dënimin më herët dhe ka rifituar lirinë. Jurgis Qyrbia u arrestua vjeshtën në 2024, pak ditë pasi u thirr në SPAK dhe dorëzoi edhe mandatin e deputetit. Prokuroria e posaçme e akuzoi atë për disa akuza bazuar në komunikimet në aplikacionin e koduar Sky ECS, ku rezultoi se emri i tij ishte vendosur në listën e sigurt të kandidatëve për deputet të qarkut Durrës në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, indikuar nga eksponent të krimit, rezultoi sipas SPAK se Altin Hajri i kishte siguruar vota, teksa Qyrbia e kishte ndihmuar në arati që të mos e arrestonte policia. Ish deputeti po ashtu kishte nxjerrë të dhëna që klasifikoheshin si sekrete shtetërore. Detajet e reja mësohen nga vrasja me thike egli pashollarit në zonën e Ishparkut në Tiranë. Shkak i vrasjes dyshohet të jenë bërë nga çmimet e shpeshta që viktima kishte ndaj gruas autorit të dyshuar, Gazmend Buçpapa, tashmë i shpallur në kërkim. Pas krimit, autori me gruan dhe një tjetër person u larguan fillimisht me mjetin e tyre nga vendngjarja dhe më pas morën taksi për të mbritur deri në banesë. Shkak i vrasjes me thik të 31 vjeçarit Egli Pashollari pas ditën e së premtes në zonën e Ishparkut në Tiranë, dyshohet të jetë bërë nga çmimi i tij ndaj gruas së autorit të dyshuar,
Gazmend Buçpapa. Sipas burimeve të policisë, bashkëshortja e Buçpapës, e cila punon shitse në një market në afërsi të vendit ku ndodhi krimi, i ka treguar burrit për ngacmimet e pashollarit. Gazmend Buçpapa bashkë me gruan dhe një tjetër person rreth orës 15:40 u konfliktuan me 31 vjeçarin, sapo ky i fundit zbriti nga makina dhe u godit me thik për vdekje. Pas ngjarjes, autori dhe 2 personat që e shoqëronin u larguan me makinën e Buçpapës dhe pasi e braktisën atë, morën taksi për të shkuar në banesën e tyre në zonën e Sharrës. Pasi shkuan në shtëpi, Buçpapa është arratisur dhe tashmë ndodhet në kërkim nga policia. Gruaja e autorit të dyshuar është marrë në pyetje dhe ka thënë se viktima e ngacmonte shpeshherë dhe nuk e linte të qetë. Ajo nuk është arrestuar nga policia. Në pyetje janë marrë edhe prindërit e autorit të dyshuar, të cilët kanë dhënë të njëjtin version si gruaja. Një 31 vjeçar që dyshohet se ndihmoi për t'u larguar nga vendngjarja një nga autorët e masakrës së Manzës u dorëzuan policinë e Durrësit. 31 vjeçari Gzi Mallçi ndihmoi të largohej nga vendngjarja pas krimit 21 vjeçarin Daniel Pepa, që vijon të jetë në Arati. Krimi i rënd ndodhi më 22 tetor në një lokal në Manës të Durrësit, ku pas sherrit për ndezjen e ekspresit të kafes, betën të vrarë Flori Paluçi dhe Aranit Kurti. 5 muaj pas e 2 të rinj u vranë me armëzjarje pas një konflikti për ekspresin e kafes në Manës të Durrësit, është vedorzuar në polici një 31 vjeçar që dyshohet se ndihmoi për t'u larguar nga vendngjarja një nga autorët e krimit. Policia e Durrësit bën të ditur se Gzi Mallçi u vedorzua bashkë me një pistolet sportive, duke deklaruar se kishte pasur armën me vete ditën e ngjarjes. Më 13 nëntor, gjykata e Durrësit caktoi masën e sigurisë arrest në burg ndaj Gzi Mallçit për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municioneve, si dhe për krahja e autorit të krimit. Krimi i rënd ndodhi më 22 tetor në Manës, ku 21 vjeçari Daniel Pepa u fut në lokal bashkë me shokun e tij, Aranit Kurti, dhe i kërkuan kamarierit Alteo Pepa t'u shërbente kafe. Asë kohë kamarieri Alteo Pepa deklaroi se nuk ua kishte bërë kafet pasi e kishte fikur ekspresin dhe kërkonte kohë të ngrohej. Teksa ngulmonte në kërkesën e tij, 21 vjeçari Daniel Pepa ofendoi kamarierin, i ulur në një nga tavolinat e lokalit, 33 vjeçari Flori Paluçi, ndërhyri në debat ku i kërkoi Daniel Pepës të mos i fliste keq kamerierit. Debati mes tyre degradoi deri në përdorimin e armëve, ku Flori Paluçi qëlloi në drejtim të 2 shokëve, por plumbat kapën vetëm 23 vjeçarin Aranit Kurti, i cili ndoroi jetë në vendngjarje. 21 vjeçari Daniel Pepa u kundërpërgjigj duke qelluar me breshëri në drejtim të Flori Paluçit, i cili po ashtu gjeti vdekjen e menjëhershme. Pas masakrës, 21 vjeçari Daniel Pepa u largua nga vendngjarja me ndihmën e 31 vjeçarit Gzi Mallçi, i cili u vedorzua në polici, ndërsa Pepa vijon të jetë ende në Arati. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur në Mashkullor të Gjirokastrës, ku një 93 vjeçar ka plagosur me armë zjarri një 61 vjeçar. Ngjarja ndodhi mëngjesin e kësaj të shtune, ku dyshohet për shkak të konflikteve të vazhdueshme për motive pronësie, 93 vjeçari Astrid Çani ka plagosur 61 vjeçarin Plum Çani me armë zjarri në këmbë. I plagosuri Plum Çani u dërgua me urgjencë në spitalin e Gjirokastrës dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia shoqëroi autorin 93 vjeçar. Gjithashtu është gjetur dhe sekuestruar arma e zjarrit Kalashnikov dhe hetimet për rastin vijojnë. Arrestohet në Tiranë 42 vjeçari Vilson Shima, ndërsa gjatë operacionit për arrestimin e tij u sekuestrua kanabis dhe municion luftarak. Shima u kap në flagrancë nga efektiv komisariatit numër 4 në Unast Madhe, duke qarkulluar me një automjet në të cilin gjatë kontrollit u gjetën 10 kg lëndë narkotike kanabis, që dyshohet se posedonte me qëllim shitjen. 42 vjeçari mbajnë në vëzhgim prej kohësh nga policia si i dyshuar në shitjen e drogës. Kanabisin ai e kishte siguruar në zonën e Baldushkut dhe do ta shiste në afërsi të zonës së njohur si Kafja e Remës. Ndërkohë po hetohet për blerësit e kanabisit dhe për persona të tjerë bashkëpunëtor me të arrestuarin. Gjatë kontrollit në banesën e Shimës u gjetën dhe sekuestruan 2 armë zjarri pistolet, 2 silenciator dhe municion luftarak. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Aksi Grekan Shelg në Belsh ka pësuar dëmtimet shumëta me rënien e rreshjeve të shiut, ku shëmbjet dhe çarjet në trupin e rrugës kanë rritur ndjeshëm rrezikun për drejtuesit e mjeteve dhe banorët e zonës.
Punimet për aksin që lidh Belshin me Corikun nisën vitin 2019 dhe përfunduan në nëntor të vitit 2023 me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe me kontraktor kompanit vëllezërit Hysa, Arifi SHPK dhe Denisi SHPK. Rreshet e shiut që përfshin vendin ditët e fundit kanë shkaktuar shembje dhe çarje të konsiderueshme në aksin Grekan-Shelg në Belsh. Shembi dhe çarjet në trupin e rrugës kanë drejtuar ndjeshëm rrezikun për drejtuesit e mjeteve dhe banorët e zonës. Dëmtimet e shfaqura në këtë segment rrugor po përparojnë gradualisht, duke sinjalizuar një degradim të strukturës mbajtëse të rrugës. Çarjet e thelluara dhe rrëshqitjet anësore kanë krijuar paqëndrueshmëri në disa pika, çka mund të sjellë pasoja serioze nëse autoritetet përgjegjëse nuk ndërhyjnë në kohë. Përkeqësimi i mëtejshëm i gjendjes së rrugës rrezikon të izolojë banorët e disa fshatrave në Belsh, ndaj banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga strukturat përgjegjëse për të stabilizuar trupin e rrugës, për të forcuar bazamentin dhe për të shmangur një shembje të plotë të segmentit të dëmtuar. Punimet për aksin që lidh Belshin me Corikun nisën në vitin 2019 dhe përfunduan në nëntor të vitit 2023 me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe me kontraktor kompanit vëllezërit Hysa, Arifi SHPK dhe Denisi SHPK. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Bootcampi digital i parë në Shqipëri bën bashkë Vodafone Albania dhe Federatën Shqiptare të Futbollit me qëllim projektimin e së ardhmes së tifozëve të futbollit në Shqipëri përmes zgjedhjeve digjitale. Vodafone Albania dhe Federata Shqiptare e Futbollit, antare të UEFA-s, bën bashkë ekspertë të teknologjisë, ekipe inovacioni dhe drejtues të lartë në bootcampin digital të parin në Shqipëri me qëllim projektimin e së ardhmes së tifozëve të futbollit në Shqipëri. Kjo iniciativë shënon herën e parë që ekipi digital i kompanisë punon drejt për drejt me FSHF-n për të bashkëkrijuar zgjidhje praktike teknologjike që do të forcojnë mënyrën se si federata lidhet me tifozët, do të përmirësojnë shërbimet e futbollit në Shqipëri. Kur dy kampion bashkohen, rezultatet më të mira janë ato që arrihen. Mendoj se pikërisht këtë kemi parë sot. Ne jemi sponsor krenari i ekipit kombëtar të futbollit dhe i Federatës Shqiptare të Futbollit, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe përmes ekspertizës dhe teknologjisë digjitale që Vodafone ofron. Sot pam një gamë të jashtëzakonshme idesh që shërbejnë për të përmirësuar përvojën e tifozëve dhe për të dhënë atyre mundësinë të përjetojnë këtë sport fantastik edhe më mirë në të ardhmen përmes mundësive që jep teknologjia. Vërtet idetë ishin fantastike, mënyra e zgjedhur se si ti marrim këto ide nga ekspert, specialist apo nga punonjës të kompanisë Vodafone ishte vërtet shumë e bukur dhe besoj se pati një produkt i cili do na shërbej dhe ne mbi këto propozime, mbi këto ide padyshim që do të elaborohen më tej dhe do të ndërtojmë atë, le të themi, projektin e plotë të digitalizimit të komunikimit të federatës, të njerëzve të futbollit me kryesisht me tifozët, sepse kjo është si ne ti njoftojmë sa më mirë, si ne ti japim informacion sa më mirë tifozëve dhe se si të afrojmë më shumë ata në futboll. Në këtë bootcamp u prezantuan 4 zgjidhje të reja teknologjike, nga të cilat fitues u zgjodh ai për ridimensionimin e website-it dhe aplikacionit të FSHF-s. Kemi për qëllim që të vendosim fansat e federatës akoma më në qendër të gjithë digital ekosistemit të tyre. Zgjidhja momentale është e mirë, ne kemi për qëllim ta modernizojmë ato akoma më shumë. Duke ndërthurur ekspertizën e kompanisë lider në teknologji në Shqipëri me vizionin e institucionit drejtues të futbollit në vend, iniciativa demonstron se si dy kampion kombëtar mund të bashkëpunojnë për të çuar përpara të ardhmen e futbollit shqiptar. Vodafone Albania vazhdon të investojë në inovacion, ekselencë të rrjetit dhe zgjidhje digjitale që fuqizojnë institucionet, bizneset dhe qytetarët, duke forcuar rolin e tij si katalizator i progresit digjital në Shqipëri. Kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanoj.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në kohë reale. Bashkë do të jemi në edicionet e radhës informative, deri atëherë, mirupafshim.